Tash një vjet që kjo hapësira që tu kon plot me dekorime, shtëpiza ku e kanë festu, i kanë prit festat e fundvitit, kështu që po e shihni që është katastrofë këtu. Hajde po i pyesëm qytetarët se a si vjet kanë qenë dekorimet më të mira edhe kush i ka fajet për pjesën e bllokimit të kësaj rruge. Viti i ri zakonisht sjell drita, dekorime dhe atmosferë festive, por këtë vit në sheshin George Bush në Prishtinë përveç dritave ka nis edhe punimet. Aty ku zakonisht vendosen dekorimet e vitit të ri, si vjet u hapën gropa, u vendosen qirita dhe vendi mbeti në gjendje katrahore. Festë dhe punimet dy pamje që nuk shkojnë bashkë. Në vend që të shohim një shesh të rregulluar dhe të plot, shumë pjesë benden të çrregulluar, me bariera dhe zhurmë pikërisht në ditët ku qyteti duhet me ndje ma festiv. Por, a e ka prish kjo atmosferën e vitit të ri? A ka qenë sheshi më i bukur dhe më i dekoruar si vjet apo vitin e kaluar? Ne dolëm shesh në mes të kësaj katrahore me i pyet qytetarët pas skenar pa filtra. Këto janë mendimet e tyre, a vjet apo si vjet, cili vitri ka pasur shishin më të dekoruar. Për ma shumë ndjekne mendimet e qytetarëve. A si vjet janë dekorimet më të mira në Prishtinë? Ta si besi kom këshyre. Po për shembull, atë kujtohet që pjesa që ka plot me dekorime. Si ke këshyr? Jo. Hajde, kaloni mirë. Si vjet kanë qenë dekorimet më të mira në Prishtinë. Apo kujtohet sa erdha si kom 10 minuta. Okej, apo të kujtohet tash një vjet që kanë çdo dekorimet, apo të mungojnë? Unë sa e di që shkon vjet. A e kanë? Si më kanë. A si kanë? Ja. Okej, si vjet apo të pëlqen? Po vesa erdha. Po çka ke pa për shembull? Po sa halo. Halo, okej. Nuk e din për vjet. A? Nuk e din për vjet. E si vjet apo ju pëlqen? Jo. Pse? Çfarë s'u di? S'po shoh kur gjë. Kur që hec. Po, a keni pa punimet që janë të bote George Bushi? Jo se kom pa çata. Për ata, e këshyrni punimet atje edhe... Po, falinderit djerë. Hajde, kaloni mirë. Kalofshit mirë, shëndet. Vjet apo si vjet, dekorimet janë më të mira në Prishtinë? Si vjet. E vjet e ke pa? Qëta po Simon. Simon men. Për shembull, atje të pjesa e që është bë bllokimi i rrugës, atë u ka pas fest. Kush i ka pas? Më rregullu sa më shpejt. Kush i ka vajet? Qeveria apo komuna? Nuk e din. Kaloni mirë. Shëndet. A i ke po? Ja, se unë mor për i Gjermënijë, qëtarë s'e di. Po, apo pëlqen si vjet këto dekorimet? Të mira janë, të mira. Mira? A mërë të dhe ma mirë më konë? Po, mëre, ma shok. A në shok. Një mesazh për krejt për vitin e ri. Urime. Urime viti i ri. Edhe i sholla tjetër edhe më i mirë. Faleminderit, prosekte. Këtu e kemi muzikantin i cili na bën muzikë në Prishtinë. Përndryshe, shumë mirë po vjen që shoh me familje. Përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë mendimi ke për këtë atmosferën festive që po bëhet tash? Një kënaqësi, shumë kënaqësi. Vin këtu domethënë del me familje, pi një çaj, një gjë, relaksohesh. Është një kënaqësi, është një bukurie e rrallë. Ti jeton këtu apo? Këtu jetoj. Okej, prej ka ke ardhur? Unë jam nga një vend i vogël, nga vendi Serenata, nga Korça, në qoftë se ke diqu. Po Serenata. Një vend i vogël, po shumë qytet, edhe qytet turistik është. Po kam 5 vite që jetoj këtu në Prishtinë. Çfarë ka shtyr me orën në Prishtinë? Çka ka tërheq me orën në Prishtinë? Më ka shtyr, domethënë, njerëzit shumë të mirë, shumë të respektuar, të edukuar. Domethënë, e vlerësojnë artistin. Domethënë, atë zanat që kam unë, këtu të respektojnë edhe t'i japin ata që do t'i për shembull. Nuk ka, domethënë, se dalë në përsheshe, në bëkshu, nuk ka për shembull, ky çam muzikant del në përsheshe, po këtu unë ndjej një kënaqësi nga njerëzit. A mundesh më na kallëzu çysh e kini ditë prej mëngjesit deri mbrëmje? Sidomos tash këto ditë e festave është një mezi presim vallai. Mezi presim edhe kur beçarët të vinë diaspora këta. Mezi presim. Ti banon në Prishtinë? Jo, fushkosoj, banoj, po Prishtinë për ditë. Okej, a je shtetas i Kosovës? Po, kam marrë me dokumenta, me gjithë. E çfarë mendimi ke për datën 28 dhjetor që është dita e zgjedhjeve? A kemi dalë me votu? Po, pse mos votojmë?
pse mos votojmë? Po kena të drejtë votojmë. Cila hera e sot është që voton në Kosovë? Jo, s'kam votu do një valla. Okej, tash me 20 ditor Po, kemë inshallah, votu për herë të parë. Për herë të parë. A do del? A kemi dalë me votu? Po, do votoj, nëse lejohet edhe ne domethënë të Shqipërisë. Votojmë. A ki shtetas të... Kam. Do më thonë ki edhe kemi votu? Po. Okej, një mesazh për krejt qytetarët e Prishtinës. Unë ju uroj domethënë këto festa t'i kalojnë sa më mirë me familjet e tyre, t'i jap shëndet, dashuri, harmoni nëpër familjet të kenë e të kalojnë sa më bukur. Mu përmbot shefi që ke dalë për qellë dhe për familje, për herë të parë me familje. Faleminderit, respekte. Faleminderit ty, respekte. Hajde, nimi për të mira.